Ndahet nga jeta në moshën 80 vjeçare këngëtari dhe kompozitori korçar Nonda Kajno. Kantautori Nonda Kajno ishte një ndër serenatistët MNZ të këngës korçare. Ai mbetet i pari në historinë e Shqipërisë që në vitet 1970 krijoi grupin e parë muzikor me 3 kitara, i cili më vonë u përhap edhe në Tiranë. Ikja e çdo artisti le një boshllëk të papërsëritshëm, sepse është ikje e një njeriu unik, I tillë do të mbahet mend. Nonda përmes krijimtarisë së pasur edhe shpirtit i gjerë, human, muzikalitetit të krijimeve të tij, unë pata fatin ta njoh përmes krijimtarisë së tij për një periudhë disa vjeçare, rreth 10-12 vjet më parë, kur ai punoi enkas dhe përgjatë një kohe të gjatë, disa vjeçare me mua për krijimin, realizimin e një albumi. Punoj me pasion, edhe pse në një moshë të thyer, shpirti i tij artist ishte gjithmonë i ri, mjaft tolerant, me një diapazon të gjerë, bot kuptimi, ndihem shumë e vlerësuar që pata fatin ta njoh. Muzika e tij do të mbetet e gjallë dhe nuk besoj se ka korçar në Korçë dhe në përbotë që nuk ndjen dhe nuk ka dëgjuar dhe nuk ka ndjerë e shijuar ëmbëlsinë e këngëve të tij. Kajno lindi në Korçë më 18 gusht 1945 dhe ndoqi studimet në Liceun Artistik Tefta Tash Kokoço. E nisi karrierën artistike në aktivitete kulturore lokale, si interpretuesi serenatës dhe këngës qytetare, dhe më pas krijoi kompozime origjinale, duke sjell këngë të dashura për publikun. Për ty o Korça ime, ah sa të kam dashur, pra zgjohu vajza ime, janë ndër krijimet e tij më të spikatura. Stafi i RTSH Korça i shpreh ngushëllimet sinqerta familjes dhe miqve për humbjen e njeriu të tyre të dashur.